Ime qytetarëve që thoshin se kjo është pa përgjegjësi e dy palëve që të mos konstituohet kuvend. Pajtohem plotësisht që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës Kosovës, të votohet qeveria re, sepse kemi shumë sfida, shumë prioritete, shumë reforma që duhet të shtyjmë përpara dhe çdo ditë, domethënë, është vonim për jetësimin e këtyre reformave. Në anën tjetër, është jashtëzakonisht e rëndësishme po ashtu të theksohet që është përgjegjësi e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, pra të gjitha partive politike, që të kontribojnë me veprimet e tyre për ta konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ju e përmendet nenin 26 të ligjit për qeverinë, e unë po e përmend nenin 30 të ligjit për qeverinë. Pra, qeveria ndërheqje vazhdon të ushtrojë përgjegjësitë e saj në përputhje me kufizime të përcaktuara me nenin 31 të këtij ligji deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është neni 30 qartë. Po këtu ka një lloj kolizioni ndërmjet këtyre dy neneve. E paske e kemi afishuar në transmetim. Me vete. Tash tek neni 26 kthehemi. Po. Neni 26 thotë qeveria në detyrë. Tash, për herë të parë ne kemi një qeveri që e ka përfunduar mandatin 4 vjeçar. Pra qeveria jonë ka përfunduar mandatin më 23 mars, që i bie ka përfunduar mandatin disa ditë para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Në momentin kur ne kemi përfunduar mandatin, edhe vendimet që i kemi nënshkruar pas datës 23 mars, kanë ardhur me ministre në detyrë. Po flas për vendimet që i kam nënshkruar unë, sepse vetë zyra ligjore e ministrive përkatëse, në këtë rast edhe zyrës kryeministrit, në momentin kur përfundon mandati 4 vjeçar, është e detyruar që vendimet që i bën gati për ministrat, domethënë është ndoshta aspekt teknik për me dëshmu, vjen me ministrin në detyrë drejtësisë. Tash, pra në momentin kur janë certifikuar rezultatet, ne kemi njoftuar, domethënë kjo është shumë e çuditshme se si nuk përmendet asnjëherë. Qëllimshëm. Para certifikimit të rezultateve zgjedhore, ne kemi njoftuar kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra para se të ndodhë certifikimi, që ne e pranojmë mandatin e deputetit. Po të mos ishte kështu, ne nuk do të certifikoheshim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sepse kushtrim i vetmi institucion që ka përgjegjësinë kushtetuese me i certifiku deputetët, nëse janë në përputhje me ligjin dhe kushtetutën, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tazëm po e tërheqi një rast që ka ndodhur të kaluarën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pa të hequr kryeministrin Kurti nga lista, ju kujtohet? Po. Pra, është i vetmi autoritet. E ka heqë nga lista. Kryeministrin Kurti më ka heqë nga lista mua për shkak të dënimit për gazin lëcellës. Po. Pra, është i vetmi autoritet që i certifikon listat edhe i certifikon pastaj rezultatet e zgjedhjeve. Pra, është në përgjegjësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të thotë në qoftë se një deputet i plotson kushtet ligjore dhe kushtetuese për të certifikuar. Dhe pse këto subjekte politike sot që janë në opozit, me që po thiren në neni 26, që po thot para certifikimit, pse atë ditë në mbledhjen e KQZ-s nuk e ngritën këtë çështje. Pse votuan për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve kushtrim? Nëse e kanë parë me vonesë, Zuni Axhi, po kjo s'ka lidhje nëse e kanë parë me vonesë. Jo kushtrim, kjo nuk e heq pa përgjegjësinë që e kanë tash dhe që e kanë pasur, por kanë mujt me ngritë si çështje dhe kryesuesi kish njoftu që ne kemi dorëzu, sepse ne kemi bërë me kohë dhe kishim ecë tutje. Po mirë, po tani ka ardhur situata kur e kemi dy nene në kolizion me njëra tjetrën, ose me ndeshje me njëra tjetrën. Po i bie që subjekte politike qoftë njëra ose tjetra raport, po e merr atë që i pëlqen. Që unë ty po tregoj, po ta thjeshtësoj. Kjo është e qartë që qeveria në detyrë nuk duhet lejohet boshllëk. Edhe nëse unë nuk po du me hyrë, por duhet merret parasysh edhe kjo çështje tjetër. Kushtrim që tash, edhe nëse dy ligje janë ndesh me njëra tjetrën, unë e kam përpara gjykimin e gjykatës kushtetuese që është mbi ligjin. Pra gjykimi i gjykatës kushtetuese është mbi ligjin, është kushtetutë realisht. Dhe në këtë rast, ne kemi përpara, unë e kam përpara, rastin Abdullahotit. Pra kemi së pari rastin Hashim Taqit, kur ka qenë deputet dhe ka qenë kryeministër në detyrë, e kemi rastin e Ramush Haradinajt, kur ka dhënë dorëheqje dhe ka qenë kryeministër në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re, dhe kemi rastin e Abdullahotit, kur gjykata kushtetuese ka marrë gjykimin KO 9520, e ka shpall jo kushtetuese qeverinë e tij, pra ka thënë që qeveria është zgjedhur në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, mirë po në paragrafin 5 të tij thotë që ky akt gjykim nuk ka efekt prapaveprues për shkak të sigurisë juridike, vendimet e qeverisë mbeten në fuqi dhe qeveria mbeten në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pse?
Gjykata kushtetuese, tash nëse lëshohemi pastaj edhe në arsyetimet